përvoja jam ka qenë të thotë që mas shumë viteve Allah më ka gëzu me fëmijë. Mas shumë viteve tash henum edhe po flasim tamam. 18 ose 16 vjet. 16 viteve, domethënë mas 16 viteve jo mbonon, do thotë që i bjen. Po me i mbledh kështu total nështë ai bjen 17-18 vjet. Aty, do thonë edhe jo veç non, po 3 fish non, do më thonë 3 njak ka gëzu Zoti. 2 djemë edhe një vajzë. Po, alhamdulillah. Kjo është një begati Allah që Allah ka vendos ashtu me na gëzu edhe alhamdulillah, Allah e bofti inshallah që t'jenë prej atyne që do t'i shërbejnë dinit Allahut, do t'jenë prej atyne që do t'i ndihmojnë njerëzimet në përgjithësi. Kjo ka qenë edhe synimi jonë, mirë po kudeshta me thonë aty paraprakisht që të mbështetja. Do më thonë për që të sprove ki fjallën. Po, ndonjëherë kur nuk shkëshin punë si duhet, bisha me një fjallë. Edhe po e pës një hoqë, thash, qësh është me ju mbështetë Allahut, thash, pavarësisht që asaj që unë e tjerëve ndërsa ju kumë folë për mbështetjen Allahun për të vekulin, po e shoh vetën që po bi. Edhe aje kuptoj që tha, nuk është ta qësh po e mendon, tha ti, tha, po e komplikon, thash, shumë e thjesht. Thjesht me rahatu zemrë. A i more se bepet? I more se bepet, po. I besove Allahut, thjesht rahatoj e zemrën. Nuk është punë e jote anej, mo. Që kjo thasht? Edhe unë ala mendova, thash, po, nështë unë edhe kumbo qështu, po jo qështu qështu ndjeva thash. Për që ta arsye, thash, është prej veprave më të rënda që është e të vekulit, edhe më të larta. Më të rënda, se ti e din me spjegu, e flet, e thu, ju të regon, i ndihmon të tjerët, mirë po është çështje që ndihet drejt për drejt e zemrës, pa u ndje, pa e ndje thjesht nuk mundesh me thonë që e kum kuptu.